ka akt vendim, dhe me që ka akt vendim, është një akt vendim, që parashet që duhet më funksionalizu kuvendi mrena 30 dite, prej ditës kur certifikohet rezultati. Nuk e kem po të arsyeshme, dhe nuk është arsyeshme me e dërgu prapë për interpretimin njëjtë. Çka jam duke përgatit kallëzime penale që në mënyrë të jashtëligjshme janë duke i ushtruar detyrën edhe të kryeministrit, edhe deputetit, edhe të ministrit. Edhe çështja e zonjës Haxhiu është duke u trajtuar nga ekipet tona të juristëve dhe do të adresohet në gjykatën kompetente patjetër. Jem vonë me funksionalizu kuvendin, prej kuvendit derivan edhe qeveria edhe presidenti, pra fillimisht do të me pos kuvend funksional, kuvendi e zgjedh edhe presidentin edhe qeverinë. Për qeveri thash i ka votat, është në vullnetin e tij a don me rrit numrin e deputetëve që i kanë mbështetje të qeverisë. Partia Demokratike e Kosovës është në opozit dhe nuk do të jemi bashkëqeverisje me të, ndërsa te çështja e presidentit kërkohet konsensus, pra kërkohen 80 vota, pra në shumë soll dhe 69 me votu, po na dim që 21 votat për kuvendi ki, për qeveri ki, për president nuk mund është komplet një post dorë, edhe nuk do të një post, edhe nuk do të më nështru qytetarë Republikës Kosovës dhe shoqënia e lirë demokratike në këtë vend, edhe nuk do të më ja pranoj. Andaj, secili opcion është i mundur, është i hapur, po vetëm në nështrimi le të harrojmë që është opcion për neve. Pra nuk do të nështrojmë, do të rezistojmë demokracinë e këtij vendi dhe shtetin e kem obligim me mbrojtë.